Miq Prizmës, sot Sali Berisha u pronësua plotësisht, 100%, pro projektit, pro investimit në Sazan dhe në Zvërnec, pro Ivanka Trump dhe Jared Kushner, pro investimit multimiliarder në Vlorë dhe porositi që të kujdesen për mjedisin. Sigurisht, kur shef edhe intervistën e Ivanka Trump, që thot në gjëre parë që kemi bërë kur kemi parë ishullin, ishte se si të kujdesemi në këtë investim të burrit tim që është miliarda, që ato ndërtesat të mbin nga toka të jenë në harmoni të plot, mos dëmtojmë në asnjë mënyrë atë bukuri që pam. Dhe Berisha këtë kërkon, transparencë edhe të zbatonin absolutisht. Por ama, vullnetin e pronarëve, investimin dhe daljen zot të projektit e kërkonte nga shteti. Edhe këtë e kemi nisur unë dhe para arsi im, e kishte fjalën për Fatosnanën. Ata që kundërshtojnë janë hipokrit, dhe ata që mundohen të marrin protestat partitë e vogla, s'janë gjë tjetër veçse sharlatan. Berisha përfundimisht i jep një goditje mrapsht të gjithë atyre që dalin aty. Kjo ndodhi pak a shumë mbas vizitës edhe njëkohësisht mbas fjalës së Edi Ramës që nuk kam pse të riqem. Edi Rama si duket mas 24 orëve është bërë më i fuqishëm dhe ju dha një farë mënyrë duke dashur që ta kaloj punën, mos të ketë përplasje me të majtën të cilës i takon. Me demek i takon Edi Rama, që s'ka asgjë të majtë, po ja le agimit sjelljen e disa rrugaçve që janë atje, që shajnë me motor, me nënë, duken si stadium, janë idiot të plota, njerëz të hurit e të litarit që shoqërohen edhe me gra. Edhe pastaj shajnë me familje, çat ketë libër shtëpijet. Marrë tillë, cilët vetëm një nxjerrin bojën protestës edhe e bindin popullin shqiptar, jo ato jashtë, që çfarë janë. Por ama lvizja nuk është e fashiste, as agimi të artë. Atë do të japi Rama si koncept. Lvizja është komplet e majtë. Ja, është e majta italiane, e majta greke, e majta evropiane, cila po reagon. Tashi edhe janë këto grinët, jeshilët, këta ekologjista, komunista, arkeomarksista, marksist-leninista, element tillë, pro-pal, ultramajtist, globalist, dhe të marrë tillë, që nuk e duan këtë, jo fashistët. Agimi artë, sjelljet mund t'i ngjajnë në agimit të artë, por sillen sot ultramajtistët më keq se sa agimi artë. Kështu që në këtë marrëzi, Rama mundua që të fshihej. Ashtu kundër një farë mënyre Sali Berisha bëri të qartë, sepse mund mos jem dakord, jam kundërshtar me Edi Ramën, por nuk jam kundërshtar i investimeve. Ai ka para, thot ai do investoj, edhe kjo është për të mirën e Shqipërisë. Ama kjo nuk është fshehje, është për ta vërtetuar këtë punë. Përndryshe akuzon Ramën se ka futur Ilir Metën në burg, e mban në burg. Këto janë marrëzira politike, sepse atë e mban Spaku e jo Edi Rama. Edi Rama sikundër ka liverdi që mos jetë në burg Sali Berisha, ashtu ka liverdi që mos jetë në burg as Ilir Meta. Pra politika, dashje pa dashje me dy njerëzit e fuqishëm, është kundra të gjithë kësaj lvizje e cila në këtë rast jam dakord me më tepër me Berishën se sa me Ramën, sepse duhet mbrojtur investimi për të mirën e Shqipërisë, por nuk ja ka fajin fashistat as agimi rast. Ja kanë fajin ultramajtistët e tij. Njerëz të degraduar, me të vërtet të komunistëve dhe ultramajtistëve, ku bën pjesë edhe Partia Socialiste e jona, po që nuk është si ato. Thjesht Rama donte të ulte nivelin e acideve mes të majtës evropiane, ekologjistave dhe të majtës evropiane në përgjithësi, po dhe asaj greke, Cipra si të bie fjalën që do ta reaktivizoj, dhe të gjithë atyre që i kontrollon dinastia Soros.
Një pjesë të madhe e kanë shumë mirë me pikërisht Sorosin. Dhe për këtë, për të qenë kështu mirë me to, përmendte agimin e artë. Kurse Berisha, asgjë. Për mua kësaj radhe është normal fare. Ka thënë po atë fjalë në fillim, e thotë edhe tani, nuk ka luajtur mend të dali kundër Trumpit, as investimeve të huaja, po ka bërë dikur marrëzirat e tija, ju dha tikurën, u rrahën 2 investitor, njëri u bë për vdekje, edhe nuk u realizua një nga investimet më të mëdha, dhe këtë e ka bërë Berisha, nuk diskutohet kjo punë, por s'paku tashi një farë mënyrë e thot atë që duhet thënë, që shiko, ky është një investim madhor, janë para që i ekzistojnë, janë para të kontrolluara, para duhet bërë. Në anën tjetër s'paku bllokoi 2 ditë sa verifikoi origjinën e parave të 2 financuesve pronarëve të mëdhej tashmë, që janë ato 2 vëllezërit nga Katari, dhe sigurisht investimi ka rrugën e hapur. A projekti sigurisht është në detyrë, këtu jam dakord edhe unë, është në detyrë të jashtëzakonshme për të ruajtur nga shteti jonë për kërkesa maksimale, ashtu si kundër Rama e ka thënë, kërkesa maksimale ekologjiste, për të mos u dëmtuar. Po besoj se këto kërkesa janë edhe të investitorëve, aty kërkush nuk ka leverdi të vinë të investojnë të shkatrojnë natyrën. Kjo është në nonsensin edhe të investimit tyre. E sigurisht kush e njeh pishporron dhe kush njeh gjiun aty, kush njeh natyrën aty, e kupton shumë mirë që aty duhet ndërtuar pa prishur natyrën. Ekologjinë, pa prishur biodiversitetin, pa prishur faunën dhe florën. Sigurisht do ketë gjëra të ndërtuara nga njeriu të cilat nuk e ruajnë, por peisazhin, përgjithësia, respektin ndaj natyrës duhet respektuar. Kështu që në këtë pikë, edhe ata që bërtasin aty kote kanë luftën e humbur, sepse në fund krejt politika i ka përcen ato. Edhe ato janë për të kapërcyer, se nuk janë asgjë tjetër veç se njerëz të cilët po përdoren nga një sulm realisht i pa skrupull, jo vetëm hibrid, por dhe i drejt për drejt. I një seksioni të jashtëzakonshëm që është në Evropë dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, jo nga agimi i artë, po nga majta evropiane, amerikane dhe kudo, të cilët nuk duan asnjëherë ta shohin këtë vend të lullzuar. Nuk duan turizëm, nuk duan asgjë. Duan vetëm të protestojnë dhe të bëjnë si idiot. Dakord, miqtë e mi?